Kur e sheft me rot. A ka qenë pjesë e ushtrisë lindore të Kosovës, Basa Shaban sipas juve, Dritan Goxhaj? Nuk jam kompetent në të tham, as nuk e tham. Se jam kompetent. E kanë thonë njerëz që duhet më thonë. A pajtohesh me protestën që bën botë Shqipëri? Jo. Pse? Unë kam një arsye, nuk jam politikan, nuk merrem me politikën zotreu. Po, duke e ditur që në muajin korrik ka qenë një datë e shpolljes së aktgjykimit të kerëve të ushtrisë lirimtore në Hog, këta u mobilizuan për protesta, si mas meje. Vjen të i bo dam aty, da? Sa mas meje ju kanë jo dam, po ka qenë zhvenduesja e Hogës me protesta në Shqipëri. Te financume nga kush nuk e di jo, se s'jam një politikan, edhe nuk flas më për këtë punë, po si mas meje, mas e mbyte, si mas meje, o konë zhvenduesja e Hogës në Shqipëri. Pyetja është kush e ditë që ka gjyq në Hag, kush e di, unë se marr vesh. Cili gjerman, francez, shqiptar e ka ditë që ka gjyq në Hag për ata? Kush e ka ditë që ka në gjyq në korrik? Shqiptarët e kanë ditë. Shqiptar? Asnjë në Shqipni. Unë se kam ditë, asnjë nga shokët e mi se ka ditë. As i ka hyrë në xhep, as e ka ditë njeri, as i Gjermani. Më fal, çai ndodh Hagës se e morën po se morën vesh ne. Ne veçlidhje kemi me këtë vendim gjyqi kur ne nuk kemi as rol as gjë. Ne kena dalë solidaritet ke sheshi Skënderbej për ata, gjithë shqiptarët i mbledh. Unë kam qenë bashkë me Vilsodin, kemi qenë atë. Pyetja është, çfarë lidhje ka protesta jon me gjyqin e Hagës? Protesta jon është bërë reklama më e bukur racës tonë botë. Kur në botë nuk është fol kaq mirë për shqiptarët sa tani. Reklam më të mirë për popullin tonë, për kombin tonë, nuk ka pas Shqipëria e 97-ës. Jeni kon protesta edhe liria ka emra, po, edhe për... Ore, flamuri UÇK-s në protest është një nga më të bukurit. Flamuri i Kosovës në protest është aty. Flamurit që thuan edhe që thirrjet që bëhen. Me fjalë, ne reklam më të bukur se kemi bë racës tonë, kombit tonë, shqiptar, që është në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Malzi. A keni qenë pjesë edhe protestës? Një sekond, dua të kuptoj këtë gjë. Se kuptova, çfarë lidhje ka, çfarë efekti ka protesta jonë me gjyqin e Hagës? Të duhet më shpjegosh. Një këmbë shqiptar të gjithë jemi konë të orientuar në gjyqin e Hagës. Kush thamër dha, kush ta tha aty? Asnjë s'ka ditë Shqipni më. Qysh? As e ka haberin njëri. Ka ditë krejt mëre. Po shko më pyeti. Merr mikrofonin, shko pyeti, më gjej një. As e ka ide njëri. Ata atëherë se kanë idenë se se kemi dim kush është. Nuk jo, e dim kush është. Po nuk e dim që në korrik do ndodhi një ngjarje e madhe që ne duhet dalim rrugë dhe të majmë zi apo të bërtas. Nuk e dim. Keni ardhur Tiranë, keni ardhur Tiranë. Një sekond. E kemi bë mitingun në Tiranë, kemi ardhur gjithë, kena mush sheshin. Faleminderit. Jo, faleminderit. Se kena bërë për faleminderit, kena detyrë. Jo, kena detyrë për kombin. Më fal, çfarë lidhje ka protesta jonë në qershor, në 1 qershor, protesta 1 qershor me gjyqin e Hagës, ma shpjegoj vëlla. 1 qershor ka filluar protestë. 31 maj. Çfarë lidhje ka, ma shpjegoj. Ky po thotë që s'ka filluar korrekt, protesta ka filluar më herët. Çdo natë, 31 maj. Çfarë lidhje ka me korrikun, më shpjegoj vëlla. A se kena menduar, më fal, më gjej një shqiptar që ka menduar në 31 maj që do vazhdonte kjo protestë deri në korrik. Asnjë se kena menduar. Kena menduar do fitojmë që në qershor. Çu kena menduar? Pra po them, nuk jam politikan, nuk merrem me politikën. Po, unë si Shaban, si ushtori lirimtor, shumë i nderuar, e kom analizu se gjithë po bëhet ti si Zaçi, kush na pagun neve? E pra e bën edhe ti si Zaçi. E bëre si Zaçi tash. Kret ke fol si Zaçi. Tani ti më thumë, unë e kam menu, unë e kam një gjuhë. Po çka keni gjuhë? Hajde aty kuptohet. Hajde mësoj aty ose mos fol për të kur nuk e di. Ti the, kush e di kush e pagu që ta bëjnë korrik me dëmtu Kosovën. Më fal një sekond. Kosova në këtë protestë është nderu, është respektu. Si është respektu? Ka dëpërtit më shumë se në jetën tonë, kur në herë ka shumë, pro bashkimit kombëtar. Unë kam mendimin tim. Kur jo po dhe Zaçi, po koti rënë qafza. Edhe e ka mendimin e vet. Unë kam vetë mendim, unë edhe Zaçi, edhe Zaçi. A te drejtonë, a kthemi te Dritan Goxhaj, kemi një deklaratë të Bobës. Nuk flasun për drejtonën, e kanë dhënë njerëz kompetent për drejtonën, unë çka kam. Po e ke ndjekmi një deklaratë e korregjia të Dilaver Goxhajit babait të tij. Dritani në këtë periudhë ishte në praktikë fluturuese në Greqi. Po. Dhe u kthye në datën 29 mars të vitit 99, 5 ditë pasi kishte hyrë në atë luftë. Faleminderit shumë. Domethënë, baboi vet po thotë që Dritani është kthy 29 mars 1999, 5 ditë pasi i ka rënë NATO. Në fakt, kur e ka thënë Dritani ndryshe këtë gjë?
Dritani këtë ka thënë gjithmonë. 3 muaj ka thënë. Mars, prill, maj. Dhe kur Dritani u arrestuan në Tiranë nga ky skenari Kurthi që deshin ta rrëmbejnë mes Tiranës kundërshtim me ligjin, ne thamë 3 muaj në burg Dritani, 3 muaj në luftë. Këtë kemi thënë. 3 muaj, bëjnë çik llogaritë e kurështirës. Ka disa Jo, Dritani ka thënë gjithmonë dhe diçka tjetër akoma më rëndësishme. Dritani nuk ishte thjesht një ushtar që vajti në Kosovë, ishte shumë më tepër. Dritani ishte një person i cili ishte i vetmi që kishte kapacitetin ushtarak të fushës aviacionit, që duhet shërbente për të lidhur trupat e NATO-s me objektivat në Serbë në Kosovë. Dhe një nga detyrat kryesore që është edhe konfirmuar edhe në gjitha dhënat e atërshme dhe në gjyq kur vajten ekspertë e huaj që vajten këta si dëshmitarë që u thirrën nga ambasada amerikane që kanë çuar informacion, kanë deklaruar që Dritan Goxha, një nga detyrat më të rëndësishme funksionale që ka pas në terren, ka qenë dhënia e koordinatave të objektivave serbe në aviacionin amerikan të NATO-s nëpërmjet radio marcëve satelitore. Kur janë thirrur 2 profesorë